الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata e falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, pas falënderimeve ndaj Zotit dhe salavate dhe salameve mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, falenderojmë Zotin për çdo mirësi që na jep dhe vazhdon të na jep. Lutim Zotin e Madh që Allahu mirësitë ndaj neve mos i ndërpret. Falenderojmë edhe hoxhën e nderuar, krye familjarin edhe krye xhamatin e kësaj xhamie, i cili bashkë me stafin e vet dhe këshillin e xhamisë janë bërë sebeb që ne sot të jemi bashkë për disa minuta para namazit të yatsis dhe para namazit të taravis. Të nderuar xhamat, jemi në fund. Jemi në mejdan, mirë po mejdani ende s'ka përfunduar. Andaj mos i shimni motorat, mos i fikni dëshirat, mos i ulni vrullet dhe zellët e juve deri ta fitojna rahmetin e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj të ndalemi sot me lenin Allahu te bareke ve teala, pasi që jemi në fund të Ramazanit, duke lutur Zotin e Madh Gjelle Gjelalu me krejt emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu subhanahu wa taala ti kish bë qabull për ne agjërimet tona, taravitet tona, lutjet e tona, leximin e Kur'anit që kemi bërë dhe krejt ato vepra të dukshme dhe të padukshme në sytë e njerëzve, Zoti ti pranon në regjistrin e veprave të mira, ya Rabbul Alamin. Të nderuar xhamat, çfarë duhet të kishmi marrë nga ky Ramazan? Çka na dha ky Ramazan? A morëm ndonjë mësim? A u mbushëm me bateri? A i mbushëm zemra me devotshmëri? A jemi më të devotshëm se sa kemi qenë para Ramazanit? Krejt këto pikpyetje dhe pikçuditje se duhet t'ja bëjmë vetvetes. Gjëja e parë të nderuar xhamat që është duhur dhe ka qenë e duhur dhe do të jetë e duhur që ne ta bëjmë, cila është takvalloku. Allahu xhelala kur e ka bërë obligim agjërimin, çfarë ka thënë? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon Gjelle Gjelalu: o ju të cilët keni besuar, u është obliguar agjërimi. Ja, shikoj të nderuar xhamat, një muaj ditë ju është obliguar agjërimi. Edhe agjërimi i cili ju po agjëroni ka qenë detyrë dhe më herët shumë musliman më herët kanë agjëruar. Pse o Zot? E të çka pse ja nalu? Se që tu ka dash me mrije, uria, etja, lodhja, raskapitja s'kan qenë qëllim. Qëllimi ka qenë la'allakum tattaqun. Do shta ju të bëheni të devotshëm. Çka i bie të devotshëm, të nderuar xhamat? I devotshëm është ai njeri i cili kur ecë gjatë rrugës ruhet. Andaj ittiqa, la'allakum tattaqun. Çka është ittiqa? Ittiqa është murujt. Po pi çka i të murujt? Murujt pi mëkateve, pi gjunaheve, pi hidhrimit Zotit Gjelle Gjelalu. Shiko të nderuar xhamat, ne e quajmë në gjuhën tonë, gjuhën shqipe, si i themi gjunahit? Mëkat. E i themi mëkat? Në fjalorin e një mëkat. E çka është mëkat? Mëkt është hidhnim i Zotit. Mëkat, mëktullah. Allah e qunë Kur'an mëkatin ndaj Allahut. Çka i bie kjo? Më tu hidhnu Zotit. Mëkatehu është kur e urren dhe nuk e do. Andaj ne ruhemi nga rruga e keqe. Pse? Se rruga e keqe në fund e ka xhenemin. E ka vetë Omer ibn Khattabi radhiyallahu an, kanë e ka pyet Ebu Musa al-Ash'ariyun, shoku tjetër pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe ka thonë: ja Ebu Musa, kallxon ti mua çka takvalloki? Ka thonë: Omer, ti e di çka takvalloki? S'm vet mos ti më i dishëm se unë. Ani ka thonë: po do bidimeni. Kanë ja shikoj të ndërum xhamat, ti mundesh me kon dhe më i dishëm se dikush. Apo ai më kon më i dishëm se ti. Mirë, po shkëmbejën për vojat. Shkëmbejën na nuk kena ardhur, ju ka thotë diçka që ju nuk e dëgjoni. Apo na kur do të shkojmë, na çera ajetë s'kena, çdo ajetë, çaj sikur që u shpjegon hoxha këtu, ai hoxha atje krejt në një ajet.
ju edhe na, me cilin ajet kena ninue? Kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Me çdo dy ajete kena ninue. Këto xhallar me çket me çdo ajete e nisin dhe xhamati. Mirë po shikoj çka i tha Umar Khattabi, tha Eba Musa, hajt kallzon tha, çysh e kiti tha takvalloki, çysh e shpjegon? Se çka takvalloki të ndërun xhamat është qëllimi i agjërimit. Nëse njëri prej neve në fund nuk del takvali, nuk del i devotshëm, mjerisht s'ka agjëru. Ai ka net pa buk dhe ka dallim. Me net pa buk, atë tjetër shka, me agjëru, atë tjetër shka. Agjërimi jo, përfshin lënjën e bukës, por edhe ka shtesa. Çka i tha Eba Musa? Tha o prisi muslimanëve, tha ti diçka o devotshmëria ta po do me një bitije. Atëri tha Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tha o prisi muslimanëve, a ki hi tha dëniher në udhë në për thera? A ki hi dëniher në mal ku ka shumë thera e pa tjetër e ki me kalu ka tjetër anë? Tha po kam hi e në për thera. Tha qish ja ki dal? Qish ki ka përci? Ja ju për qemull në jena më fshata po? Dhe sigurisht se një numër një matë për juve e diçka është te poza, e përpjeta, e ngushtica, e thera, e gjemba, e di. Tha Omeri, tha po, unë kam ka përcina për gjemba. I tha Ebu Musa al-Ash'ariu, qish ki ka përci? Po tha, ruju për një there, ruju për qëtër there, hamës të shpoje që kjo, hamës të më shpoje që kjo, dhe këm dalë, thanë selamet. Tha që kjo anë takë balëki. Hamës të pi që tu e pak raki, ha që ati më staboj një gjuna që ati, ha edhe që tu, ha e që ati, edhe i bën farzët, edhe del me selamet. Që kjo të ndërun gjëmat është qëllimi i agjërimit. Që ne të aftësohemi qëfar? Kalimin dhe te i kalimin në përvrimat holla, ka një ardhë ngushtohet shpirti, ama qka thu? A që lirohet. Po këta syje të ndëruar gjëmat, agjërimi ka për qëllim furnizimin e një muslimani me një gadishmëri, vini re, me gadishmëri e cila e bën të aftë për të te kaluar vështirësin e rrugës, pavarësisht sa e vështira jo, dhe me dalë me selamet andena. E ku andena? Ketër në botë. Shpërblimet të ndërum gjëmat, a merën këtë dunja në botën tjetër? Ja na kena agjëruhe, shumë shpejt dhe në bajrami. Apo? Të ndërum gjëmat, bajrami për neve, a është shpërblim, a është simbolik? është simbolik. Ku ki pati me agjëru 29 dit, edhe 30 dit, me një copë baklave me thonë, që është problemi, bolle kje. Që ishme una 29 dit, për që ta kam minua? Ja. Andaj djetarë kanë thonë, bajrami nuk është problem. Bajrami është çfarë? Është balancimi mërzijes së muslimanit që mos të degradon nga shqetësimi. Andaj Allahu xhallahu në bajram e obligon gëzimin. I vetëm ditë në dunja që s'lejohet me ninu janë ditët e bajramit. S'lejohet bajram me ninue. Që unë mu ba pak më dërvish me thonë, unë edhe në bajram ninoj. Jo, Allah, bajram nuk ninoj. Në bajram gëzohet. Po pse ne ka ba Allahu? Shpërblima simbolik, jo shpërblimi në ahiret. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, thotë Zoti i Madh xhelle xhelalu, fa illa as-sawm, përveç agjërimit, fa innahu li, agjërimi o jemi, unë shpërblej për ta. Andaj, vini re të ndërum xhamat. Merrni devotshmërinë se ju duhet. Furnizoni zemrat e juve me dëshmëri se ju duhet. Ju duhet edhe mas bajramit, rruga vazhdon. A di deri kur vazhdon rruga të ndërum xhamat? Deri ti ta mirësh vullën prej Zotit tanë me thonë Allahut bujrëm jegjën e të li, Allah në mundë sot kejtve, ja Rabbel Alemin. A do të ndëruar gjëmat, letë kujdesemi shumë se agjërimi po mbaron, ama na devotshmërien nuk duhet me ndalë. Agjërimi po mbaron, po Zoti i Madh, i cili na ka obligu agjërimin, është i njëjti Zot që neve na kërkon, edhe mas agjërimit mu falë, edhe mas agjërimit me ka njerëzit mirë, edhe mas Ramazanit na duhet me bëhe veprat dhe cilat e kënaqin Zotin ton xhel xhelalu. Për këtë arsye, le të jetë ky Ramazan ai mbushësi, ai karrikusi, ai adapteri i cili të matyje deri Ramazanin tjetër. Kjo është e para të ndëruar xhamat. E dyta, Allahu xhel xhelal tregon në Kur'an se kur e ka dërguar pejgamberin alayhis salatu wassalam, ka pas disa prej qëllimeve. E njëri prej qëllimeve cili ato ndëruam xhamat, thot Allahu subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Pas gjëra ja ka mësue Allahu pejgamberit vet, të pensat me ne mësuneve. E para për tëre, jetlu alejkum ayatina, ja u lexon juve ajetet tona.
çdo taravih, yaci, namaz, akşam, ket me çka bëhen? Me Kur'an. Yetlu aleikum. Ajo lexon ajetet tona, para mënon të ndërum xhamat. Mos me kanë Kur'ani për mi tokë. Çfarë thatësie, çfarë shkretine, çfarë mirimi shkon për neve. Ama Allah thotë yetlu aleikum ayatina. Ja na alhamdulillah kemi lexuar Kur'anin. Relativo, dikush ka lexuar më shumë, dikush ka lexuar më pak. Apo dikush e ka gjipës hatme, dikush një hatme, dikush 10 hatme. Apo atje në historinë së ina fell atje ka shumë. Imam Shafiu rahimahullah din zahatme ka bë. Imam Shafiu të ndëruar xhamat Muhammed ibn Idris, që hoxhi madh i muslimanëve bi 4 mëdhëbeve. Me njëherë mas Imam Malikut. Sa hatme i ka bë? Se kanë njëherë neve na merr pak euforia dhe kujtojnë se kena bë punë të madhe apo? Imam Shafiu të ndëruar xhamat përveç që kanë linuar në Ramazan i ka bë 60 hatme. Ka 2 hatme në ditë i ka bë. Ka 2 hatme në ditë i ka bë. Apo yetlu aleikum ayatina. Pejgamberi alayhis salam detyrën e parë që ka pas me lexu ajetet. Pastaj wa yuzakkikum. Dhe ju pastron juve. E çka është pastrimi të ndëruar xhamat? Pastrimi është largimi të gjitha njollave dhe mbetjeve dhe karaktereve të liga nga shpirti i njeriu. Thot Allahu subhanahu wa taala për pastrimin e Kur'an, qad aflaha man zakkaha. Nuk shpëton te Allahu veç ai i cili e pastron shpirtin e vet. Kur e ka lavdruar Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin alayhis salatu wassalam, si e ka lavdruar? Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Ai erte Zoti vet me zemër të pastër. Dhe kur e ka kushzuar Allahu ditën e Kiametit, me shpëtu për Allahu, çfarë ka thënë? Illa man ata Allah biqalbin salim. Veç ai i cili, shiko, as nuk ka thënë me gjuhë, as me vesh, as me kam, as me dorë, as me ball, as me zem, as me luks, as me mushkëni, as me veshk, biqalb, me zemër të pastër. Kur e ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an kushtin e kuptimit të Kur'anit, çfarë ka thënë? Limen kana lahu qalb. Ki Kur'ani për atë që ka zemër. Ki Kur'ani për atë që ka zemër. Pse nuk ka thënë për atë që ka vesh, atë që ka si, atë që ka ditë gjuhën, jo, pse? Sepse kemi arab qufar. Ebu Gjehli të ndëruar xhamat, arabo. Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, arab. A i di sa arab janë konë kone pejgamberit alayhis salatu wassalam. Zatën Kur'ani kur thot elledhine kefaru, kanë e ka për qëllim qafirat e vaktit vet. Arabisht ato e kanë kuptuar Kur'anin. E ja'ala al-alihata ilahan wahida. Ai ka bo kitë zotat një zot. Inna hadha la shay'un ujab. Ka thënë Ebu Gjehli shumë e çuditshme kjo punë. 360 zota në i kera. Muhammed a.s. po thot vesh një zot. Arab janë konë. Arab pastër të kullum s'ka besu. Pse? Se Allah e ka kushzu në Kur'an. Men kane lehu qalb. Ai cili ka zemër. Na me zemër kena besu të ndërum xhamat. Ai disa njeri është i aftë në aspektin intelektual, i meqëm, inteligent, gjeni. Apo zbeson. Pse zbeson? Sepse besimi në zemër. Besimi në zemër. Andaj lutë të Allah me të pastru zemrën. Që kja gjërim ka pas për qëllim me ta ullë tensionin e lukthit, që tensioni i lukthit me prek në zemrën me thonë, ka dale ki mas ju shpras që ki lukthi, e ki pa, fillon me mendu njeri. Dhe që kjo ju zekikum dhe ju pastron juve. Andaj, agjërimi të ndërum xhamat ka pas për qëllim me na bo njerëzit mirë neve, me na pastruhe. Që ka të ndërum xhamat 29 dit, ka 13 orë agjërim, 377 orë. 377 sahat agjërim. Para me ndo të një njerit mi amajt 377 sahat ligjerat. Edhe më folë e me thonë, kur që të mora vesh? Po 37 minuta me folë, shumë janë. 377 sahat. Po pastaj pin niftar. E deri në imsak, sa sahat janë aty? Ati falet taravia, falet jacia, dëgjor ligjerata. Kitë janë sahat shkolle, sahat mësimi. Çka kam për qëllim? Në fund me dal njeri me thonë, e u pastruaj. E u pastruaj. Para me në njani për shemull, me ushtru 377 sahat, qëfar do lloj sporti, edhe me pati të shkepue. Ty shka ki valla dhe ristash? A keve në trajnim? Po kesh trajnim valla për shpina për më dhem. Po ty ato thanë që maj forti je.
Të ndërum xhamat, na pimona këto shembull për mja portetizue. Allah nuk na lip neve muskulator. As burra që, mashallah, çfarë gjiksi pas ka, jo. Çfarë na lip? Zemër. Kur çofe dikush më thon ç'ki ka xheru 30 ditë. Ç'ki ka xheru shumë sahat. Ku e morë vesh? Ç'i po fol ka dale? Ç'i po rrem? Nuk po vjedh, nuk po korrupton. Pe din si cilin sen vendin e vet. Nëse nuk kemi pastru të ndërum xhamat i bie që në agjërimet tona ka pas defekt. Allah i na bëv që zemrat tona me qenë të pastër. Andaj qëllim i shariatit është wa yuzakkikum, edhe t'ju pastron juve. Pastaj e treta, wa yuallimukumul kitab, dhe t'u mëson librin. Të ndëruar xhamat, mos e harroni librin pas Ramazanit. Mos e harroni librin pas Ramazanit. Sikur që si harrojna kafët edhe çajtorët pas Ramazanit. Nuk e harrojna. A mund njëri me thon, ku keve kafje se kom harruar? Ja, s'ka çështu. A keni gjeti kan? A mund njëri me thon, a e ki pa telefonin me harruar në shtëpi? Kthehet me ditë se 200 kilometra, shkoj thera ta marr telefonin. So rri pa telefon. Apo, se amzue. Bila e ki pa njëri kur në restoran, apo shkon në një hotel atikun. Se ndën e parë, shka e li pa u drejtu mirë. Wifi a keni? S'do me nejt offline. Të ndërum xhamat nuk dona me nejt offline. Me vo rrugës mos me pasi të rreth miliard dosi dash. Shkoma pak internet se sun jam të fol. Apo të ndërum xhamat. Samira, apo se thot tashove shaka ndodhve sot apo, sidomos kur ka ngjarje të mëdha. Jo Irani, Atina, jo apo te na ka shumë gjithologa, analistë të mëdha këtu më radh. Të ndërum xhamat, kjo pjesë e dunjajës. Sa ke që më kanë offline me Kur'anin? Kur'ani ka lajme shumë, ka rrëfime shumë, ka ngjarje shumë, ka përthon shumë, ama ti offline nije. A ki pa kërë kiti telefonin? Ti e ma telefonin, apo? Ama telefonin, mija e ke internetin, si kur gjamës me kanë. Ti thu për që më njani ka internetin, s'ka thonë, këshire shka pas ka ndodhë këtët, shloma e mu internetin, shlot pinje dhe une, apo, ta shofe vetë, thot. E të ndërum gjemat, si cëllin telefonin juve, e keni ka një Kur'an? E keni ka një Kur'an? Shpia, e keni ka një Kur'an? E keni në shpi ka një Kur'an? Në YouTube, a kena ketë, po? Qka i kushton muslimanit me nxerë musafin për para, nëse s'di me lexue e me përcjell atje, edhe me përkthim? Ka një surë në ditë, ka gjimë surë, ka 20 ajete, ka 10 ajete. Një ajet në ditë, një ajet në ditë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e lavdroi surën Ikhlas, çka tha? Tha surja Ikhlas, tha, është 1/3 e Kur'anit. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Andaj e ka shpërblimin, jo barabar, pa merr shpërblimin si me bani khatme. Për këtë arsye të ndërum xhamat, wa yuallimukumul kitab, dhe t'u mëson librin. Libri është navigatori, është udhërrëfyesi. Ku nisësh pa libër? Ku nisësh pa libër? Me dal këtyre, në çdo fshatra, kush nuk i nje, pa e pas dikan çka i kallzon, shikoj më një herë, na i thënë shloma lokacionin. Ku do të më shku pse? Se nuk e di. Nuk e di. Pa bitna, pa ka tunë këtë nisoj dukun. Apo para çka e nje, thotë jo, kjo nuk ka. Kjo rraqja, ajo tjetra zhvillarja, merren. Se ti i di. Ai çka si di thotë, po mu këtë nisoj po më dukun. Këtë nisoj po më dukun. A e ki po kur shkon në vend huj? Këtë nisoja. Këtë nisoja. Ama ai çka e di thotë, ja nuk ka nisoj. Ja nuk ka nisoj. A keni pa ai çka nuk e kupton Kur'anin, kur lexon, kujton se këtë nisoj, nuk ka nisoj. Alhamdulillahi rabbil alamin është ajet. Qul huwallahu është ajet. Inna a'tayna është ajet tjetër. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim është ajet. Allahu la ilaha. Ai çka smerr, çka thot, çatik, arabisht diçka. Jo, ka dalë. Kjo veç. Apo se Allah thot wa alamat, dhe si cila e ka alametet e veta. Mos u nis pa libër s'ki ku shkon. Pa Kur'an s'u shpëton të ndërum xhamat. Pa harroje, pa Kur'an nuk shpëtohet e Zoti i Madh xhelal xhelalu. Pastaj e ka të dashme ka thënë wal hikma. Dhe Zoti u mëson nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë urtësinë të ndëruar xhamat. Muslimanit i takon me kon i urt. Pse i urt? Se është agjërueshëm. Çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Si e reflekton agjërimin agjëruesi nëse dikush dëni të veçel do mu rrok me ta? Çka i thot? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa in sabbahu ahad. E nëse dikush do mu sha me agjëruesin, apo thot du mu përla, mu sha. Çka i thot agjëruesi? Thot m'fal. Inni sa'i, unë jam agjërueshëm.
Shiko kemi ja reflekton urtësi. Çka urtësi dush me shtrinjën e mas Ramazanit. Kur do dikush për shembull thon, shojeve në ara apo se na keni vao fëmijët kur do na mi edukue. Fatkeqësi shumë për prindërve. Ha, shojeni agjën, shojet dajën herë. Allah inshallah na drejton ka e mira ya rabbul alamin. Vetë më mësu Kur'anin, më mësu leximin, më mësu shumë të mira na kanë gëzomi apo e gëzomi. Jo duhet më anal. Jo duhet më anal, më bë tërbie, të ndërum xhamat. Kalumën se kanë pas këtë ilm. Se kanë pas këtë dije. Çka e kemi na sot? Çka ka bota sot? Çka ka globi sot? Ti ki chat GPT apo Google ki e vetë për çka dush. E shkruaja për shembull, çfarë dush? Kallzon për Kinën, sa qytete ka, sa vende ka, sa male ka. Kët kallzon me detalet kallzon. Ama prap, shiko, tërbina diçka tjetër. Hikme, urtësia, me qenjeri urt. Abdullah ibn Selami ka qenë rabin i jehudive. Rabin, a ka në alim i tëne. Edhe ka lexuar Tevratin, ka ardhur në Medinë, pe pret pejgamberin sa me ardhi Mekke. Edhe po do me testua pejgambera jo. Me testua. Para më neve na pas testu të ndërum xhamat. Allah na fal ya rabbul alamin. Çuçi ka testua? Ka thënë Abdullah ibn Selami, sa e pash Muhamedit alayhis salam, ja pash ftyrën. Si ja pash ftyrën? E pash se ftyra këtij nuk kanë rrencit. Shiko sa e ka pa. Njëri urt. Yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Thot Allah jep urtësi kujt doje. E atij që jep Zoti urtësi, ja ka dhënë krejt. Por këtë arsye të ndërum xhamat, çka xhërimi jot të dhe jemi, duhet me vao pak më njerit urt, me hikme. E çka është hikmeti të ndërum xhamat? Hikmeti kanë dhënë dietarët është harmonia në mes fjalës edhe veprës. Na dina me fol mirë, ama duhet me punu mirë. A i bota na këtë ankomi për të këqijave, pa i keqë janë dikune, që tua. Na ankomi për të, o gjo u ka bo keq, u ka bo zërë, shka s'po ka, po që jo shka s'po ka ja që tua. A i keqë që tua, që me neve, ajo e keqë të nasilët. Andaj, hekimeti cila, urësia është roli i 4 për të zinë ka arpe nga vëza me shtrinjë të musliman. Dhe e pesa, wa ju allimukum malem të kunu ta'lamun. Dhe Zoti kam ju mësu juve gjëra që si dini. Na të ndërum xhamat, mos me paskon Islami, Kur'ani, hadithi Muhamedit alayhi salatu wassalam, kish me qenë si të tjerët. Po ka dash Zoti me mirësinë e tij, begatinë e tij, na ka mësuar gjëra që nuk i kena ditë. Na ka mësuar normal hoxhallar e dietar, po e kanë nxjerr pi Kur'anit. Pi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të ndërum xhamat, na nuk kena popull më i mëshëm prej popullve të tjerë që na bë musliman. Jo, nuk ban me rrejt vetën. Ka popull jala mas meqëm se na. Ka Japante, Kineste, ato të meqëm janë. Se atë telefoni që ka e ma gjithë ditë të ndoraj, kush e ka prodhue? Apo, pavarësisht se la firmo, në Kinë e prodhojnë. E atomin e ka zbuluhe. Atomin e zbërdhen dhe erin nivelin ma të vogël. Shiko botat të ndërum gjëmat që ka mrije. Ka kriju armë bërthamore. Qka armë bërthamore të ndërum gjëmat? Ku ka bërtham ta gjeka që? Shka i dhe përpara e gjek? Dhe kjo është testu të ndërum gjëmat. Në Hiroshima në Nagasaki e kanë gjujt, e kanë provu, të ashtë qysha. Dhe i provojnë armët në nivele mal të lokalizume, ma të përkufizume në për detra, i provojnë. Qka i bje kjo? I bje që i ma të meqëm se unë e të janë. Po pëse që janë musliman, sepse islami s'ka të baj veç me inteligencën. Ka të baj në mirësien dhe butësien e zemrës. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu para se më ndërgu mu pejgamber e ka këshirë këtë dunjajën, këtë botën. Fa maqatahum arabahum wa ajamahum, arab dhe ajemt, jo arab, këti ka urrejt. Illa baqaja, pos dësa pak pi i tharëve të librit, dhe pasaj çfarë ka thënë? Dhe më ka zgjedh mua nga fisi më i mirë, nga njerëzit më të mirë, me zemrë më të mirë. Ja, një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka pa sahabët tu përla me jehudit. Sahabët kanë thënë Muhamedi alayhi salam është më i miri pejgamber. Jehudit kanë thënë jo, Musa ja më i miri pejgamber. Musa i ka fol me Zotin drejt për drejt, pejgamberi juve nuk fol drejt me Zotin drejt për drejt. Dhe kanë filluar ato kështu ka dal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe çfarë ka thënë? Vini re. Ka thënë o ju njerëz, mos u grindi për pejgambert. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Allahu ja thot në Kur'an, thuani o ju musliman, ne nuk i ndajmë pejgambert. Ne nuk i ndajmë pejgambert, na kit pejgambert i kena pejgambert. Ai ni Zoti ka thua ato. Ani pse janë shumë, ai ni Zoti ka thua.
Ha? Për këtë arsye shiko, ezani të ndërum xhamat. Ezani çka thirrën këtë dunjajën. Këtë ku ka xhamia. A thirrët çon ja thot, e ki muezini Raçës nuk po thirr disoj si fillarës. Jo vaj çaj ezana. Edhe shkup çaj ezana. Edhe në kin ku thirr çaj ezana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Çaj ezana. Po veli ku e thirra tjetër. Çka ka thon kjo? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Na nuk I dajla pejgamber. Çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? Tha ju njerëz. Mos I rrokni pejgamber në mes vetë. Ato janë hasëm që ju më thon, ki më I mirë se ky. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Që ju intereson që ças shumë po doni me ditë. Kush më I miri? Tha ana sayyid walad Adam. Unë dhe jam më I miri kit pejgamberve. Jo pse jam unë, po pse Zoti ka thënë ashtu. Khataman nabiyyin. Ajo zhvula kit pejgamberve. Pastaj çka tha? Çka tha fun? Wala fakhr. Ama zban nuk krenuan. Çka u di skate. Shiko, kur e nin ti pjesën e hadithit parë thu, çish ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, un jam më I miri. Po Zoti ka thënë ashtu. Edhe mu çka ka thënë? Wala fakhr. Ama zban nuk krenuan. E na të ndërum xhamat, na krenomi. Na krenomi na e mojna veten me të madh. Omar ibn Khattabi të ndërum xhamat. E ka pas dekretin në gjep që janë gjenet li. Në gjep e ka pas dekretin. A mund që para mënë unë ti me pas dekretin në gjep? Para mënë me në pasdon neve pejgamberi alayhi salatu wassalam vullën e gjenetit. Po na si folna më kërkujna. I thënë veç ojo gjenem li, asmi ju. Unë gjenetit jam. Omar Khattabi e ka pas, ndore ka pas. Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka thënë Abu Hurairës, që ki njeri shka vend tash, e kur ka ardhur Omeri, ka thënë që ki njeri shka vend tash, kallzoj se Allah I më ka kallzuar xhenet li. Kur I ka kallzuar, Omeri ka kap për këmishë, Buren ka thënë janë mos fol çështu. Ai ka thënë ka dalë dhe mos më ka bu për këmishë se pejgamberi sa më ka thënë. Kur ka shkuar te më sa më ka thënë ja Rasulullah, mos ju thuaj njerëzve. Edhe nëse jam, pse nuk e ka kuptuar pikë sa që unë po pensionona. Jo, vazhdojna me veprimtari. Andaj, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. E pastaj çka tha Allahu subhanahu wa taala, si e përfundoi këtë varg mirësisht të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Çka tha? A do të më krenuna që jena musliman edhe me majt veten më të mojësit të tjerët? Çka tha Allahu ja fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. O ju musliman, këtë të mira që ju kam dhënë unë, këtë Ramazan, a ka më mirësi të ndërum se Ramazani? A ka më mirësi se Ramazani? Po këtë arsye kanë thënë disa prej dietarëve, mërzia që e kaplon muslimanin kur përfundon Ramazani nuk ja balancon pos obligimi gëzimit. Allah e ban farz në bajram më gëzue që mos me na plas zemra prej mërzijës. Andaj në bajram pavarësisht atë ka dek gjithë dikush, a ke përcjell dika në ahiret, a çka do kof kur të vjen bajrami obligim mi thonë njerit e gëzovish bajramin se Allah e ka obligue, kanë ka obligu gëzimin, se musliman kanë minut 30 ditë, kanë mërzi që janë të lanë Ramazanin. Du të mu mërzi të ndërun, se kimi safir, që kimi safir, a na vjen mot, ki në mot vjen, ti a vjen se dina. Jo ki dhonë mot vet, misafiri vjen, a ti a vjen ajo. Apo, po këta si të ndërum gjëma. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, mas I përmen këto mirësi që ka thotë, fedhkuruni adhkurkum. Përmendëm një muë, o ju musliman. Përmendëm një muë, o ju rob të Zotit. Përmend në Zotin, banë dhikër Allahu subhanahu wa ta'ala. Thuj o Zot faleminderit, o Zot I madh, elhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Banë dhikër. Çki dhikrit të ndërum gjëmat shpëton të Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo krenaria, ta Allahu gjelë fedhkuruni adhkurkum. Përmendëm një muë, unë ju përmeni juve. Përmendëm një muë, unë ju përmeni juve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, a mund ta paramendosh o robi Zotit se kur gjano ka ti me përmen zënginin, se ti varfërie, po kretë çështja zëngini me të përmen tije. Nuk ka të çudi një fukara mi u li mas një zënginit. Thot ta baj dos qatë, se pas ka milionet. Apo, e keni pa njerëzit me zënginat janë pak ma të kujdesshëm, apo? Thot shuj që kja të fola, shem këtë fola ajtë, s'ka ka pare. E që të këtë parë, me gula pak ma mirë. Ibn Qayyim thot, nuk ka kjo çudi. Fukaraja I lakmohet zënginit. Ka thonë çudia, a di kur në çudia? Kur dë një zëngin I ka milionat, e ka një fukarat dost. Për ti për kur gjonës du veç për dost. E që ty e shef që ki për një me do ata. Pse? Po ki gjunaj s'ka kur gjo pare.
Se me shembull me kanë zengin me zengin, thot ki ka interes pikti, ki ka interes piktina, apo kanë biznise, kanë aksione. Ama 1 milioner për shembull para me njëri me dash kur gjon s'ka me rrugë ton. Ta di që e do sinqerisht. Po para me në Zot i madh me mdash mua e tije. Me na përmend mua e tije. Kjo është punë e madhe. Vallahi punë e madhe. Me na përmend emrin e Zotit ton, emrat në qiell. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, kur Zoti e doni njëri e thim Xhibrilin, i thot o Xhibril, unë e du filanin, duje edhe ti. Allah na mundsot më kam piktin me emra ya Rabbul Alamin. Dhe në fund çka i thot? I thot Xhibraili kit qiellës. Unë e du filanin se Allah e do. Duan edhe ju, kit qiella e dojnë. Pastaj kat gjillës 7 palqie derisa thot pejgamberi alayhis salam i zbret kabullin tok. Se e ka dashur ai më i madh, Rabbul Alamin. E çish mënia që kjo fadhkuruni adhkurkum. Ban të spi. Ban të spi. Kur gjë nuk kushton të ndërun xhamat të punu të spi, subhanallah. Subhanallah, kur gjë nuk kushton. Të spi u bëhet edhe me abdes edhe pa abdes. Ky ban të spi hiç pa unal. Çi kjo të ndërun xhamat mas Ramazanit, mos e harroni Zotin e juve, mos e rani xhamien, mos e harroni dhikrin, mos e harroni sadakajen, mos e harroni veprat e mira, sidomos namazin. Pa pesko namaz të ndërun xhamat, mos u nis te Zoti. Se keq i bund. Apo a ki pa doktori që ka të thot, unë e du jam të të kallëzue. Unë ta baj rafsh. Unë më thonë, hiç mos i pi këto hapat. Ha më vesh kur të thirrsh, hajde për të hoxha me t'la. Për këtë arsye, mos harroni kurrën e kurrës që t'i rini gati namazit juve. Ata e cila ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhja më e fortë me Rabbul Alaminin. Të ndërum xhamat mos ta zgjasim, nga se e kemi edhe namazin e asijës së taravijës. Lutim Zotin e Madh në këtë varg të fundit të Ramazanit, ku jemi në përfundim të mejdanit. Lutim Zotin e Madh, Allahu agjërimin ton ta bën kabull ya Rabbul Alamin. Çdo kontribut tonin, çdo lexim tonin, çdo sadaka tonën, çdo lidhje farevistore, miqësore me dosta e shok që e kemi bërë prej të mirave, Allahu ta pranon te veprat e mira ya Rabbul Alamin. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu musliman kudo që Allahu t'i ndihmon. Skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të gjithë Allahu t'i jap nga rahmeti vet. Të nderuar xhamat, mos harrojmë vetëm sen, u acekim gjithmonë dhe u përkujtojmë vëllezërve tonë musliman, kudo që janë. Ju keni hangër edhe sifirin, edhe iftarin tu kon rahat. Kur kush ju ka nguc, keni qenë rahati. Shumë musliman kanë gazep, kanë siklet, janë në për luftra. Ti e ha, ka mundësi e ha ki iftarin, gjalivet anena, gryjavet anes, pi bombave s'mune mu bashkuar. Pi luftës nuk mundën mu bashkuar. E ti ke hangër bashkë me familjen tane, ke dalë në xhami pa të ngucë kërkush. A e di kjo far begati e madhe është? A di çfarë begati e madhe është kjo? Kjo është shumë begati e madhe, veç kur ta hopësh e di. Mos i harroni ata vëllezër në duat e juve, lutjet e juve. Kur gjon nuk kushton me thon, o Allah, ndihmoj ju muslimanëve lindje perëndim kudo që janë, me theks të veçanta ata që janë në zor dhe kanë në siklet. Lutim Zotin e Madh, Allahu musliman ti ndihmon kudo që janë ya Rabbul Alamin. Allahu ti pranon veprat tona, ti pranon adhurimet tona, ti fal gjunat tona, kusurat tona, gabimet tona. Na mundson Allahu me bë bajram dhe mu gëzu musliman bashkarisht, edhe kudo që janë musliman Allahu t'i gëzon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.